Me të mbyllur numërimi i votave për subjektet politike në 2557 vend votime, materialet janë mbartur në qendrat komunale të numërimit në 38 komunat në vend për të vazhduar procesi i numërimit të votave për kandidatët. Krahas kësaj, në QKN-t përkatëse ku do të punohet në 2 ndërrime, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vend votime. Ndërkaq në qendrën e numërimit dhe rezultateve, QNR do të kalojnë votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Nga 57 vend votime me kusht në 38 komunat të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi personave me nevoja të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë mbi 2860. Po ashtu, pas arritjes në Kosovë, aty do të numërohen edhe votat nga jashtë, për çka Elezi njoftoi se tërheqja e pakove do të bëhet deri më 2 janar e në disa shtete për shkak të pushimeve deri më 5 janar. Nga votimi në 29 përfaqësi diplomatike, nga 19.187 shtetasit e regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Ndërkaq, nga votimi përmes postës, numri përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Elezi theksoi se kohëzgjatja e procesit të verifikimit të rezultateve dhe numërimit të votave të kandidatëve do të varet nga intensiteti i punës nëpër qendrat komunale dhe numri i votave aty. Në qendrat ku nuk do të arrihet të përfundohet ky proces për shkak të festës së vitit të ri, do të ketë një pauzë nga mesdita e 31 dhjetorit deri pas ditën e 1 janarit.